Andalje Sport këtë herë shkon në kryeqytetin e basketbollit, në Mitrovic. Ana qoni ne apo jo? Treç, zemra ti kisha post, tyja ti kisha dhon. Gjithçka në Mitrovic ja vlen me ardh. Kush e se po shkon Mitrovica primon me basketbol me drejtë. Era shumë vjet për vjet po kampion. Një nga atmosferat më të bukura sportive në Trojën shqiptare. Ndiqeni çfarë ndodhi në këtë spektakël. Ja ku jemi, Aldi më kërkoi një event bukur me atmosferë dhe unë e solla në Mitrovic për parë një ndeshje basketbolli këtë herë. Unë duke qenë si jam një tifoz i Trepçës, jam vesh me jeshile sot ngjyrën karakteristike të Trepçës dhe shpresoj të dalim finale sepse është gjysmë finale dhe janë me rezultatin 1-1, një fitore Peja, një fitore Trepça. Do të jetë një ndeshje mjaft e bukur, do ta shohim pak çfarë ndodh te basketbolli në Kosovë, në Shqipëri nuk e kemi kaq shumë zhvilluar, por në Kosovë ka shumë më tepër. Ta marrësh rrugën nga Tirana dhe prap këtu në Mitrovic gjen një lushnjar, më thoj, ku tjetër mund ta gjesh? Nga kjo faqe kena vizatuar Ejmane, nga faqja tjetër kur të fitoj Trepça do vizatojmë Flori. Ja. Ka me Kjo marrë. është bërë datë 11/10/2025. Unë në Aldin me këtë ditë kemi qenë në Serbi, jashtë stadiumit. Po ta mbani mend atë vlogun që kemi bërë atë ditë. Dhe pak më andej, një mural më i bukur akoma është harta e vërtet e Shqipërisë ndodhet ku. Bashkë me Kosovë dhe gjithë trojët e tjera, kjo është harta e vërtet. Ana qoni ne apo jo? Vetëm shkoni pak që atmosfera ka në pallat sportit nuk e di sa patë. Unë dhe Flori u futen direkt në ritër. Gati mësume dhe gjysat e vargjeve. Po, pak që atmosfera ka. Qa me ndoni ju për Trepçën, se vini ta shikoni ka shumë Trepçën? Trepça është një ekip shumë i bukur në të cilën gjithë Mitrovicastë e duajnë dhe kjo ekip në neve na gëzon shumë për fitore. Dhe ne jemi shumë të gëzuar si për shembull kur e fitojmë kupën shumë. Trepça, çfarë do të thonë për Trepça për mua është gjithçka, Trepça është ekipi më i mirë, Trepça më jep emocione e krejt. Trepç, zemra ti kisha post, tyja ti kisha dhon. Bravo! Qa do më thënë Trepça për këtë qytet, klubi basketbolli? Klubi basketbollit Trepça ndër vite, prej shumë vitesh, prej kush njehet si një ekip i zemrës edhe i shpirtit për basketbollin kosovar, për kryeqytetin e basketbollit Kosovës, për Mitrovicën, vetë emri Trepç do thotë një histori e lashtë, legendash në vete, e cila ndër vite kanë përthy si një emër që e mbajti gjallë shpresën, jetën edhe klubin shqiptar. Trepça do thëtë gjithçka. Trepça është vetë jeta jonë e qytetarit të Mitrovicës. Ne jemi lindur dhe rritur me këtë lloj atmosfere dhe është e pamundur mos me shizu kësaj lloj ndeshjes. Çat motivon ty që të prishësh gjithë derezinë e ditës tane në stadium? Çat motivon kaq shumë te Trepça? Janë po këta shikus, janë po këta torcida, janë po krejt qytetarët e qytetit Mitrovicës që për asnjë moment vetëm, për asnjëherë nuk e lanë ekipin e zemrës, edhe si në humbje, edhe si në fitore, gjithmonë e qëndruan afër sikur natën sonte që janë këtu, edhe me gjithë atë i dhanë forcë, i dhanë zemër, i dhanë emrin më të bekum Trepça. Ashtu jetojnë Allah. Çka jeta jonë? Qa të frymëzon ty që ke ardhe ke prish raftin e distane me pa Trepçën? Qa të frymëzon?
Po, lojtarët nëmër 1, unë jam shumë fan se Mikaelit Moshit, po e shif një atmosfere që është dhe thonë tifozat janë jeshtë që gjithçka Mitrovica vlen me ardhë. Po. Kush në këtë nuk është shqiptar, o hej! O hej! Kush në të nuk është shqiptar, o hej! O hej! Kush në të nuk është shqiptar, o hej! Shëra parë që vjenë shojmë nga afër, jemi të panitur që po shojmë ku, se përjetojnë kështu basketbolli në Kosovë dhe Mitrovica për te. Realisht Mitrovica është qyteti i sportit në përgjithësi, mirë po i basketbollit në veçanti. Klubi basketbollit Trepça është njëri prej klubeve më të trofeshme në Kosovë dhe ka tifozërinë më të flaktë, jo vetëm në Kosovë, por ndoshta në krojës shqiptare. Gjithmonë ka përcjell sportin, për arsye se sporti sjell vetëm pozitivitet. Edhe është emocion pa vështuar. Është emocion shumë i fortë. Se e kemi pak vështirë komunikimin nga atmosfera e lartë këtu. Çfarë do të thonë Trepça, klubi basketbolli për gjithë qytetin Mitrovica? Do të thonë jetë, shpirt, çdo gjë që ka. Mitrovica frimon me basketboll me Trepçën. Këto e kemi si traditë, Trepça në gjitha sportet, mirë po edhe në basketboll, ka qenë jashtëzakonisht e fortë edhe në kohën e Jugosllavisë. E që nga ajo kohë ka mbetë pra edhe njerëz edhe njohin mirë sportin, mirë po edhe ndjekin sidomos basketbollin me shumë knasi edhe kur du Trepça 2 ose 3 ditë para ndeshje në për markete, në për puna, vitet vetëm për basketbollin. A bat në herë tem diskutimin shpinë tu i ndarë Trepça, jo ndro ky sulmusi një fute taktikisht një vend tjetër. Vetëm në shtëpinë, punë, shtëpisë, çdo. Trepça era më shumë, vjet për vjet mu po kampion. Ju duhet titull e kampion kështu i lehtë. O le, del Sokoksi sponsor, non vjet kampion. Po është një knasi, sepse nuk shihet shpesh këto atmosfere. Une edhe fëmijë që ishin në për rrugë zakonisht, gjithmonë para ndeshjeve derbi, para play-offit, flasin për Trepçën. Po sa jam mirë shpesh për si lojë këtu, pro jo vetëm të mbledh, jo vetëm fles, jo vetëm trit, po edhe fëmia e dashur unë basketboll. I mbledhin gjithë, Trepça i mbledh të gjithë, po. Si mendon ti sa ndikim ka kjo tifozëri ka që zjarr për rezultati i çunave aty në fushë? Ama këto hupin kur vin, hupin. Atmosfera i trovon. Çfarë ndjeni ju kur luat klubi Trepçës? Është shumë ndjenjë mirë, shumë atmosfera move, gjithë kur janë këtë shumë ndjenjë mirë. Tani me ato që di ti, për çfarë vi ka shumë veta ndjekin basketbollin? Vinë sepse jena shumë një ekip e fortë dhe i arrina gjithë, shkojna gjithë gotët e në finale dhe dojna shumë qytetin tonë. Po ti a je më shumë tifoz basketbolli apo futbollin? Basketboll dhe luj për Trepçën. Luj basketboll për Trepçën. Cila ëndra jote më e madhe? Në bëj familjen Krenor. Me pa familjen tonë Krenor të luj basketboll për Trepçën. Po. Në pallati sportit Mitrovica është që atmosferë e shkollur, Trepça fitoi 123 pikë, ishte fitore shumë e madhe dhe atmosfera këtu unë nuk kam parë ndonjëherë kështu. Heroi ndeshjes ishte Drilon Hajrizi. Unë nuk e njihsha, po me 3 pikëshat e venda ka bërë me lut mend. E kishim me djalin e këtij qyteti, do mundohemi të marrim një intervistë shkurtër tani, se atmosfera këtu është tjetër nivel.
Ne kemi gjetur pak ku janë dhomat e zhveshjeve të Trepçës, ta shohim pak se çfarë po ndodh aty qetësisht Gjoj. Shiko se kanë fituar me rezultatin 120 me në 70 dhe Shumë qetë të duket. Sa shohim pak çfarë ndodh këtu. Shumë qetësi o çuna. Shumë qetësi, Drilo, për ne ishte era parë që vim të shohim një ndeshje këtu në Mitrovic, po kemi ardhur me ca dyshime, a do ishte aq bukur sa duke video, ishte më bukur akoma. Nuk e di si duket për ju që luani full, aq tepër për ty që e djali këtij qyteti. Ndjenja më e mirë bëhet me kontribu, edhe me i bëhet të këta njerëz më ndi se si që ndjelin në fundin e ndeshjes, me të vërtet shumë krenar, edhe i falenderoj një nga një gjithë se cilin që me të vërtet na kanë ndihmu deri në kështrim në fundit që me arrit me patumin e fundit për ta. Drilën, cili është qesi suksesit i kësaj Trepçe kaq të fortë, kaq luftarake? Puna e madhe që është duke u bë prej kryetarit klubit, nën kryetarit, krejt stafit, krejt kryesis, krejt shtabit teknik, ekonomëve të klubit, gjithë si rezultati i lojtarëve me vërtet kemi arrit me bë një sistem shumë pirçenik, një sistem shumë profesional, edhe po arrim domethënë me mbajt ato që disa vite në rand, edhe me të vërtet ajo po e sjell rezultatet që kemi këtu. Besoj ti e rritur duke parë ekipin e këtij qyteti. Dhe tani luan vetë dhe vin mbështesin ty. Një emocion i veçantë për ty, me që edhe djali i qytetit edhe kjo atmosferë këtu ti e ndjen dyfish besoj. Karriera tani po shkon drejt vitit 20, edhe normal që kur desh panelin me ekipit qytetit ku e rrit, edhe ku e rrit duke i pa këto panela, këto ngjyra, me të vërtetë është një ndjenjë e papërshkrueshme, ndjenjë që nuk ka fjalë që mundet me përshkruar, po unë jam shumë krenar që po arri me thash edhe një herë me tregu lojra të mira dhe rezultate pozitive për me i kënaqë ta njerëz që me të vërtetë jetojnë në basketbol. Ky është sporti, të bëm bashkë moment, të zbukuron ditët dhe të kthehesh prapë vazhdon jetën tënde. Më i lumtur më Në parë. ato 2 orë që do me thënë ishin magjike këtu, se si kisha përjetuar ndonjëherë me kaq tifozlik zjarr. Një pyetje ka për Alin se është era parë që vjen te episodet e terrenit të ëndër të sportit dhe dua të marr një përjetim dhe aty se çfarë ndjeu te ky episod. A kuptoj që po xhironim apo e mori pak atmosferën? Ore, kishte disa momente që kisha për të intervistuar djalin e vogël, unë kisha menjën te Drilori se bani 3 pikshin Drilori. A shikon që kjo puna nuk është e lehtë, po në fundit është e bukur, është e bukur. Shihoni magjinë e Trepçës. Ándale.